Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Alleluja. Pra, ashtu si ne kemi vazhduar udhtimin drejt Kreshmës nëpërmjet periudhës së triodit, jemi në javën e 3 të triodit, që quhet edhe kjo java e të lidhurit të mishit, sepse gjatë kësaj jave nuk konsumojmë më mish, por pasaj të gjithë javëve tjera që vinë deri për Pashk, dhe këtë javë ne konsumojmë bulmet dhe peshk, por java që vjen është fillimi I Kreshmës së Madhe. Dhe sot do të flasim për Kreshmën e Madhe, është një temë që ne kemi prekur shumë herë në shumë vite, por sa herë që ne e prekim dhe sa herë që ne flasim, patjetër që kemi një kuptim të ri, një përjetim të ri. Sepse Kreshma e Madhe është një nga periudhat më të bekuar të vitit liturgjikal dhe shumë e rëndësishme që ne të jemi të informuar mirë, të përgatitur që ta startojmë këtë Kreshëm të re, këtë mundësi të re që na jep Zoti për të bashkuar me atë në pësime dhe në ngjallje. Unë themi se Kreshma e Madhe është një nga institucionet më të lashta të kishës dhe lidhet drejt për drejt me 40 ditëshin e Krishtit që ai agjeroi në shkretirën e Judes. Por duhet dim që Kreshma është mbajtur që në kohët apostolike, madje kemi kanon apostolik që na flitet për ditët kreshmore, te Didakia, që është një libër I shekullit të parë dhe dytë, na flitet për agjerimin dhe Kreshmën, dhe në shekullin e dytë Shën Irineu I Leonit shkruan se para Pashkës disa agjeronin një ditë, disa dy ditë ose disa 40 orë, pra nuk kemi një përcaktim si që kemi sot të Kreshmës. Kjo erdhi gradualisht në kishë dhe më vonë, në shekullin e 3 dhe të 4, kur kisha doli nga persekutimi, atëre filluan që të përcaktohen edhe rregulla dhe ligjet edhe për Kreshmën e Madhe dhe kemi përfundimisht vendosjen e kreshmimit 40 ditor. Numri 40 ditë ka një numër, është një numër simbolik, por është dhe një numër biblik. 40 ditë agjeroi Mojsiu në malin Sinai para se ai të merrte 10 porositë. Dhe përsëri agjeroi dhe 40 ditë tjera kur ai I rimori porositë nga Zoti. 40 ditë agjeroi profeti Ilia kur shkoi në malin Oreb dhe atje ai pati takimin me Zotin. Tham që 40 ditë agjeroi dhe Krishti dhe këtu e merr kuptimin e plot dhe të vërtet edhe Kreshma. Në shekullin e 4, pas legalizimit si thash të krishterimit, që fillon në vitet 313 me indiktin e Milanit dhe në sinodin e parë të Nikeas në 325 përmendet termi Tesarakosti ose 40 ditëshi ose kuarezimi që është në latinisht. Tesarakosti është në greqisht, kuarezimi është në latinisht, që do thot 40 ditëshi. Pra, përcaktohet nga kisha që Kreshma para javës së madhe të pësimeve dhe Pashkës së Zotit do jetë 40 ditore. Por Kreshma e Madhe ka lidhje edhe me katikumenët. Kush janë katikumenët? Për ata që nuk e din, katikumenët janë ata që përgatiteshin për pagëzim. Që ata të pagëzoheshin, patjetër që duhesh që të katekizoheshin. Kështu që kisha I katekizonte ata në periudhë intensive prej 40 ditësh. Pra ata mblidheshin në kishë, episkopi ose një prift I caktuar nga episkopi I katekizonte në mënyrë intensive për 40 ditë. Por këta katikumen që vinin nga bota pagane, nga bota e mëkatit, që të bënin një shkëputje nga bota e mëkatit, nga veset, pasionat, por dhe nga, si them, idhujt, ata duhet përveç mësimit, doktrinës së krishterë, banin edhe kreshëm trupore. Pra ishin dorë nga ushqime kalorike dhe me kënaqësi. Kështu që ata katekizoheshin për 40 ditë, kreshmonin dhe për 40 ditë. Por jo vetëm katikumenët, por ky ishte një mision I kishës. Pra kisha apostolike kishte mision që të shkonte në botë dhe të ftonte njerëz nga jashtë. Kështu që
Gjithë pjesa e kishës, klerik dhe laik, edhe ata filluan të kreshmojnë për të katikumenët, pra për të ndihmuar katikumenët në shkëputjen e tyre nga bota pagane, në formimin e tyre në doktrinën krishtere dhe në pagëzimin e tyre. Kështu që kreshma ka lidhje dhe me mësimin e katikumenëve dhe pastaj, siç thash, edhe në sinodin e parë ekumenik u bë një traditë e kishës dhe një kanon kishtar për të mbajtur kreshma 40 ditore. Pra, formimi i strukturës liturgjike të kreshmës e ka plotësinë e saj në shekullin e 4 dhe në shekullin e 7 që kemi, ku e gjithë kisha e përboçme e pranoi këtë rregull. Pastaj kemi dhe formimin e të gjithë strukturës së periudhës së kreshmës, kemi formimin e liturgjisë së parashenjtëruar nga Shën Gregor Dialogu, sepse koha e kreshmës, siç e dim, është një periudhë pendese, zije. Liturgjia hyjnore që ne bëjmë në kish është një fest, sepse neve festojmë me prezencën e Zotit, siç festuan dhe apostujt kur Krishti u shfaq mes atyre. Por meqense kreshma është periudhë zije, është i ngjan atyre 3 ditëve agjërimi që mbajtën apostujt kur Krishti si njeri kishte vdekur dhe ishte varrosur, edhe kisha gjatë kësaj periudhës nuk kryen liturgji, por që mos mbeteshin të krishterët pa misteret e shenjta, trupin dhe gjakun e Krishtit, u strukturua ajo që quhet liturgjia e parashenjtëruar, që nuk është një liturgji festive siç bëjmë të dielave, por është një shërbes ku dhuratat e shenjtëruara, trupi dhe gjaku e Krishtit, pra merren nga liturgjia e të dielës dhe jepet popullit Perëndis në ditët më kulmore të kreshmës që kemi gjatë gjithë javës, të mërkurën edhe të premten. Dhe mund edhe gjatë çdo dite të kreshmës së madhe të kryhet shërbesa e liturgjisë së parashenjtëruar që neve e njohim si shërbes. Por kemi pastaj në periudhën kreshmore kemi dhe kanonin e Shën Andrea së Kretës, është një kanon shumë i bukur, pendese, që është futur dhe lexohet sidomos në javën e parë të kreshmës së madhe. Pastaj kemi strukturën që u fut e diela e ortodoksisë, e diela e Shën Gregor Pallamajt, e diela e Kryqit, e diela e Shën Joanit të Shkallës dhe e diela e Shën Marias Egjiptianës. Kjo është gjithë struktura liturgjike që ka në të dielat e kreshmës së madhe dhe patjetër që këto nuk kanë ardhur menjëherë, janë strukturuar në mënyrë graduale gjatë gjithë historisë së kishës, por sot ne kemi të gjithë kreshmën e madhe të përmbushur dhe të plot edhe si rregull, por dhe si strukturë. Rregulli i agjërimit dhe i kreshmimit, dhe duhet i ndajmë çfarë është agjërim dhe çfarë është kreshmim. Agjërimi është një praktikë shumë e lashtë, e mbajtur nga njerëzimi, sidomos edhe tek populli i Izraelit. Por agjërimi thash e ka fillimin sipas traditës tek njerëzit e parë. Njerëzit e parë, çifti i parë Adami dhe Eva, u krijuan sipas ikonës Perëndis, me potencialin për të bërë të ngjashëm me Zotin dhe vendosën në kopshin e Edenit, që ata të hanin nga gjithë pemë të kopshit, por mos hanin nga pema e përritësisë. Pra, Zoti vendosën një rregull kreshmus, ha këtë, mos ha këtë. Por dim që i mashtruar nga ëngjëlli i rënë, Satanaj, i cili u futi gjarprit dhe nëpërmjet gjarprit i foli Evës që po të hani ju nuk do vdisni, po do bëni si Zoti. Atëherë Eva dhe pastaj Adami hëngër nga fruti i ndaluar i të mirës dhe të keqes, që jo vetëm nuk fituan pa vdeksim, por u bën të vdekshëm dhe me gjithë pasojat e vdekjes që është sëmundja, është plakja dhe pastaj vdekja. Por thuhet që Adami dhe Eva, mbasi u përzun nga parajsa, agjëruan me agjërim të plot 40 ditë e 40 net tek porta e parajsës. Dhe këtu e ka fillimin agjërimi që u bë si një praktik tek popujt, sa herë që ndjej nevoja për të bashkuar me Perëndit. Por struktura ose rregulli i agjërimit u vendos tek populli i Izraelit, e kemi siç thash, profetët agjëruan, profeti Mojsi kur ai ishte në malin Sinai bashkë me Zotin, profeti Ilia që foli me Zotin, dhe ishte një praktik agjëruese tek populli i Izraelit. Agjërim do të thotë të mos konsumosh ushqim, as bukë, as ujë, deri në të perënduar të diellit, pra kur thyet dita, ora 3 e mbasditës thyet dita sipas matjes orës që kishin judenjt.
dhe mund ta thyesh vetëm me bukë dhe ujë. Ky është agjerim. Kurse kreshmim do të thotë që mund të konsumosh gjatë gjithë orëve të ditës, por ushqime vetëm me bazë bimore. Kështu që kreshma e madhe është e alternuar me agjerim dhe kreshmim. Madje, sipas traditës murgjerore, kreshma fillon me një agjerim, siç e shikojmë në kalendar liturgjik, e hëna e bardhë, e marta e bardhë, që do të thotë janë ditë agjeruese për të gjithë krishterët, por kuptohet për ata që kanë mundësi, shëndet dhe mosh për ta mbajtur, dhe thyet nga agjerim me liturgjinë e parashenjtëruar. Por jo vetëm ato ditë, por varet nga shëndeti, mundësia dhe dëshira dhe besimi për ta vazhduar të praktikë agjeruese. Pra, i kemi të alternuar brenda periudhës kreshmore të 40 ditësit edhe agjerimin edhe kreshmimin. Duhet dihemi se tradita që ka Kisha Ortodokse për mbajtjen e kreshmëve është traditë murgjerore. Është një traditë që murgjit e kanë, është një praktik e jetës murgjerore, pra që ata kreshmojnë vazhdimisht, madje murgjit kreshmojnë më shumë se laikët, ne kreshmojnë të mërkurë dhe të premte, por murgjit zakonisht kreshmojnë dhe të hënën, që është dita e ëngjëve, të mërkurë që është dita e tradhtisë së Judës dhe kushtuar i lincës, dhe e premtja dim që është dita e kryqëzimit të Krishtit. Pra këto janë dritë kreshmoj gjatë gjithë vitit. Por murgjit mbajnë më shumë kreshëm se dhe laikët edhe në ditë të veçanta ose sipas kanonet që ata i vendosin. Prandaj, edhe ne që jemi laik ose jetojmë në botë, kemi marrë gjatë kësaj periudhe kreshmimin murgjëror. Prandaj Kisha Ortodokse e ka të rrept periudhën kreshmore gjatë këtyre 40 ditëve, është një kreshëm e rrept, jo vetëm nga ushqimet me bazë shtatëzore dhe nën produktet, por është e rrept sepse ha vetëm ushqime bimore, madje pa vaj, pra të gatuara thjesht, dhe vetëm të shtunë dhe të diel lejohet vaj dhe verë. Pra, këto janë rregullat që ka Kisha, por ky standardi optimal. Patjetër që Kisha nuk detyron që të gjithë ta mbajnë me këtë ritëm, sepse kjo varet nga mosha, shëndeti ose puna që mund të bëjë një person. Gjithmonë kreshma e madhe këshillohet të mbahet sipas rregullave të Kishës, por edhe sipas mundësisë, si gjithmonë në konsult me atin rrëfys. Por si maten 40 ditët e kreshmës? Duhet dim se 40 ditë e kreshmës nuk maten me ato që themi ne 40 ditë, por maten me brenda gjatë gjithë 7 javëve. Pra ne mbajmë 7 javë kreshëm, që do thotë 49 ditë. Por nuk llogaritet e diela, sepse e diela është ditë festive. Kështu që i bie 6 javë herë 6 ditë, i thon 36 ditë kreshmore brenda periudhës 40 ditore. Por për ta plotësuar edhe 4 ditë të tjera marrim nga java e madhe, e hëna, e marta, e mërkura dhe e enjtja, që janë dhe këto kreshmore, edhe kështu plotësohet numri 40 ditë. Pastaj hym në të premten, në të shtunën dhe thyet kreshma në vigjilje ose mbas Pashkës. Prandaj, kështu matet ajo periudha 40 ditore e kreshmës së madhe. Kreshma është e nevojshme, dhe pse është e nevojshme? Patjetër që është një praktikë që e ka Kisha, flasim që nga koha e apostujve, siç edhe përmendëm, dhe gjatë gjithë kohës Kisha e ka praktikuar kreshmën. Dhe është e nevojshme për arsye të dobisë së madhe shpirtërore dhe të shërimit të njeriut, jo vetëm trup, por shpirt trup. Pra, Kisha e trajton njeriu në gjithë plotësinë e tij. Pra, njeriu është mendje, zemër, shpirt, trup. Pra, është botë shpirtërore dhe botë fizike. Të dyja këto janë të bashkuara me njëri tjetrin. Dhe Kisha interesohet për shërimin e qenies njerëzore, e cila pësoi plagosje, deformim dhe vdekje, si shpirtërore trupore, kur u largua nga urdhri që dha Zoti, mosa nga pema e të mirës dhe të keqes. Pra,
Shikoni që njeriu u largua nga kopshi i kënaqësive, nga parajsa, se ai nuk mbajti ligjin kreshmor. Mos ha. Kështu që është përsëri e detyrueshme dhe e nevojshme që ne të kthehemi duke u bindur ligjit të kreshmës. Ha këtë, mos ha këtë. Ram pra nga ngrënia, duhet të hymë përsëri nga mos ngrënia. Pra duhet bëjmë të kundërtën e asaj që bëmë. Kjo është arsyeja e parë pse mbahet kreshma. Kështu që është shumë e domosdoshme. Dhe shikoni çfarë thotë Shën Athanasi i Madh, se pas rënjes së njeriut, ai u bë i prishur drejt pasioneve. Pra, ç'do të thotë? Jo vetëm që psoi trupi vdekje, por mbi të gjitha shpirti. Shpirti si element nuk vdes, është i pavdekshëm, nuk është material. Po kur themi vdiq shpirtërisht njeriu, vdiq sepse u nda nga Zoti, që është burimi i dritës shpirtërore, i virtutit, i moralit, i atributeve shpirtërore. Dhe pra, kur ndahet shpirti i njeriu nga shpirti i Zotit, siç u nda tek Adami, atëherë fillon errësira e mendjes, fillon ankthi, frika, pasionet, dobësit. Këto pastaj ndikojnë edhe tek trupi, dhe trupi fillon edhe pson dekadencën e vet, pra që është ajo smundja, plakja dhe vdekja. Kështu që kreshma na bën një rikthim atje nga ku dolëm, pra rikthim në parajs. Dhe që të rikthehemi në parajs, siç e thash dhe përsërisim, duhet të korrigjojmë gabimin e Adamit dhe të Evës. Shikoni çfarë thotë Shën Maksim Konfesori ose Rëfysi. Ai që nuk sundon barkun, nuk mund sundoj mendjen. Ka lidhje qenia njerëzore. Pra, njeriu nuk sundoi kënaqësinë për të ngrënë, sepse fruti ishte i kënaqshëm për të ngrënë, por kishte edhe tundime tjera, i kënaqshëm për syt dhe i kënaqshëm për dije, por e filloi nga shija. Kështu që duke mos vënë një fre dëshirave trupore, atëherë njeriu bie në mëkate shpirtërore. Prandaj duhet ta fillojmë përsëri, siç e thash, siç e thotë shenjtori, të sundojmë barkun. Tu pra fillon fillimi i kreshmës. Të sundojmë barkun që mos t'i japim barkut atë që dëshiron barku, pra dëshiron materia, por t'i japim atë që do shpirti, do mendja jon. Komandojmë shpirti, nuk komandon trupi. Prandaj në qoftë se neve nuk i vëmë kontroll dëshirave trupore, ne nuk jemi qenie njerëzore. Ne jemi si baktia, jemi si kafsha që vetëm udhëhiqet nga instinkti dhe kënaqja e gjëra materiale. Prandaj duhet kreshma. Kreshma tregon sundim që ka mendja, ka shpirti tek trupi. Por kjo nuk bëhet kaq e thjeshtë. Të thuash ti po, unë do sundoj. Kjo nuk bëhet vetëm me mendim, bëhet me veprim. Pra, ti mund ta thush me mendje dhe me vepra nuk e bën. Shumë njerëz për shembull e dinë që ushqimi i tepërt i dëmton, por nuk ndalojnë dot, sepse i kërkon stomaku të hahet dhe stomaku zgjerohet, si një tullumbace, dhe njerëzit i nështrohet ushqimit të tepërt që sjell pasoja në shëndetin e vet, në obezitetin, në sëmundje të gjitha. Por pse nuk e ndalojnë? Sepse pavarësisht se mendja thotë që s'duhet, por trupi nuk bindet, se nuk vën rregull pra. Kështu pra ndodh dhe me gjitha pasionet e tjera. Prandaj duhet i vëmë rregull trupit, që si përfaqësohet me stomakun, dhe kjo na tregon që jemi qenie mendore, që komandon mendja, komandon shpirti, trupin. Por neve kreshmojmë, dhe kjo është e nevojshme sepse kështu na mësoi Zoti. Zoti Jezu Krisht, siç e tham dhe përsërisim, agjëroi, jo kreshmoi, agjëroi, as ëngri, as piu 40 ditë në luginën e Jordanit, shkretin e Jordanit. Patjetër që ai nuk e bëri këtë siç e bëri Adami dhe Eva, që nga që dolën nga parajsa që të futej në parajsë, se Zoti nuk kishte mëkat as të Adamit, sepse ai nuk lindi nga fara e burrit, por as vetë nuk kishte mëkate personale. Po Shpirti i Shenjtë e çoi në shkretir Krishtin mbasi u pagëzua që të luftoj nga tundusi. Pra, ashtu si djalli mori leje të tundonte Adamin e parë, përsëri djalli tundon Adamin e dytë.
Adamin e parë, djalli hodhi në kushte shumë optimale. Në Parajs, në Eden, kur kishte një rregull shumë thjesht, ha të gjitha, vetëm nga një frut mos ha. Kurse Adami i dytë ishte në kushte jo optimale, ishte në shkretir, madje ishte në agjërim total. Dhe vjen të ndodhë, dhe i thot Krishtin, në qoftë se e biri i Perëndis, thuaj këtyre gurëve të bëjmë bukë. Po çfarë i thot Krishti? Largohu prej meje Satana, sepse njeriu nuk jeton vetëm nga buka, po nga çdo fjalë që thot Perëndia. Pra, kundërshtoi tundimin e djallit që gënjevi Adamin, Evën dhe Adamin, që po të hani, pra materia do t'ju bëju të pavdekshëm, dhe materia në vetvete i bëri njerëzit e vdekshëm, kur u konsumua pa lejen e Zotit. Krishti bëri të kundërtën. Krishti thotë që njeriu nuk varet nga materia, pavarësisht se ai ka trup dhe ka stomak që duhet haj. Por jeta e njeriu varet nga Zoti, sepse njeriu është në fillim është qenie shpirtërore. Dhe është Zoti që jep jetë njeriu dhe i jep jetë trupit. Pra, shpirti jep jetë trupit. Kjo ndodh arsyeja kur vdes njeriu. Pse vdes njeriu? Ikën shpirti nga trupi. Dhe trupi nuk ka më jetë. Pavarësisht se mund të ketë të gjitha organet, nuk funksionojnë, sepse nuk është shpirti. Shpirti është vetë njeriu që futet në një banesë, futet në një makinë, futet në një çadër, mund t'i japim simbolikë nga më ndryshmet, por shpirti jep jetë trupit. Prandaj njeriu jeton nga çdo fjalë që thot Zoti. Zoti thot dhe njeriu jeton. Prandaj Krishti na dha këtë shembull. Dhe sipas shembullit të Krishtit, që e bëri për ne, jo për vete, që të përmbush agjërimin e Adamit dhe të Evës, edhe neve agjërojmë dhe kreshmojmë 40 ditë. Prandaj, kjo nuk është një praktik e vendosur thjesht nga tegrat e prifterive ose peshkove, si mund thot dikush, që unë se mbaj këtë sepse kjo është punë njerëzish. Jo, atë e ka bërë Krishti. Pra, a thua që jam i krishter? Qofse thua që jam i krishter, bëj atë çfarë bëri Krishti. Këtë po bëjmë. Dhe patjetër nuk e bëjmë për masat e Krishtit, por e bëjmë në gjëra më të thjeshta. Dhe është e rëndësishme kreshmimi, sepse kreshmimi na nxit të bëjmë një skaner të shpirtit. Pra, ku njeriu konsumon materien dhe është i lidhur nga materia, atëre njeriu mbet të menduarit. Kjo ndodh për shembull kur njerëzit janë të uritur. Kur njerëzit janë të uritur, e kanë mendjen vetëm te ushqimi. Madje kur janë shumë të uritur, ata kthehen kanibal. Do thonë juve si, po, është vërtetuar që njerëzit nga uria kanë ngrënë njëri tjetrin, madje prindit kanë ngrënë fëmijët e tyre. Pse? Sepse duke qenë se njeriu nga uria e ka mendjen vetëm te ushqimi, truri punon vetëm për ushqimin. Dhe ndalon në çdo mendim tjetër. Do dini se edhe stomaku ka lidhje me trurin. Prandaj shpeshherë dhe sëmundjet e stomakut janë sëmundje nervore thon. Pra, ka lidhje me gjendje shpirtërore, edhe gjendja e stomakut, ka një lidhje. Dhe çfarë ndodh kjo? Pra, kur neve jemi vetëm pas materes, ne nuk mendojmë për gjëra tjera. Mendojmë vetëm si të hamë dhe të grumdojmë të mira materiale. Por kjo çfarë na bën? Kjo na kthen jo vetëm në qenie mishore shtazore dhe na nxit pasione trupore, instikte, që ku nuk janë të virtutshme janë mëkatare, dhe ku nuk janë të kontrolluara janë të dëmshme, atëre kreshma i pranon këto. E ul intensitetin e trupit, sepse edhe ushqimi është i kufizuar dhe ngre shpirtin. Në momenti që ngrihet shpirti, njeriu fillon të mendoj, ku nuk e ka mendjen vetëm te ushqimi. Atëre fillon të mendoj dhe duke menduar ai kthehet në qenie shpirtërore, kthehet në atë ku është ai, në të vërtetë. Dhe kështu ai fillon të shikojë gjendjen e tij të shpirtit, i bën skaner shpirtit. Kështu që kreshma është periudhë për të njohur veten. Kjo është arsyeja që shumë njerëz, nga që nuk e di, flasin për krishterët, kjo është arsyeja që gjatë kohës së kreshme fillojnë skandale. Fillojnë të dalin gjithë dobësit, inati, zëmërimi, pakënaqësi, dobësit, dëshirat, epshet, dhe thu si ka mundësi, unë gjatë periudhës të vitit nuk i kam kaq të zhvilluara. Tani që po filloj kreshmën, tani po më zhvillohen këto, tani po më dalin këto, po më prishin kreshmën. Jo, tani ti po shef veten, po bën skanerin, ashtu si shkon tek mjeku që bën check-upin, bën një skaner dhe mjeku të thot, prit,
ti thua që jam i shëndetshëm, por këto analiza tregojnë që ti ke probleme dhe ti ndërgjegjësohesh dhe fillon kurimin me nëpërmjet terapisë, të njëjtën gjë bëjmë me shpirtin. Pra, koha e krishme është koha e ndërgjegjësimit dhe nuk duhet trembemi kur na dalin dobësit tona, por duhet jemi të vërtet me veten, ti pranojmë, të pendohemi, të rrëfehemi dhe t'i korrigjojmë. Prandaj, koha e krishmës është koha e pendesës për mëkate jo imagjinare, për mëkate reale dhe për dobësi dhe pasionet tona. Prandaj është një periudhë shumë e rëndësishme. Dhe nuk duhet neglizhohet, në qoftë se një njeri nuk mban kreshëm, nuk është se Zoti e dënon atë, sepse Zoti nuk e vendosi ligjin e kreshme nëpërmjet kishës që të na dënoj me greburie. Nuk duhet kuptuar kjo. Nuk kënaqet Zoti kur ne nuk ham. Do me thënë, me që ai nuk konsumon ushqime materiale, mos të hamë dhe neve. Nuk është kjo. Nuk është kjo. Por do të thotë që Zoti na thotë neve, ju nuk jeni vetëm mish, ju nuk jeni vetëm materie, ju nuk jeni krijuar vetëm të hani siç është krijuar kafsha. Ju jeni qenie mendore. Prandaj, një njeri që nuk kreshmon, që si them e neglizhon kreshmën, ai kur nuk ka mendime shpirtërore. Gjithmonë është i udhëhequr nga mendime materiale dhe pasionante. Vëreni këtë. Shikoni njerëzit që keni afër. Ata që nuk kreshmojnë, gjithmonë kanë mendime të tilla. Madje edhe kur ne flasim për mendime shpirtërore, na ironizojnë, çfarë thot ti, ç'është kjo, sepse ata mendojnë në konceptin mishor. Thjesht instinktiv. Çfarë i thot instinkti, impulset e mishit, dhe jo çfarë thot mendja dhe shpirti. Dhe kreshma na çon neve në zemër të përulur. Është shumë e rëndësishme kjo. Sepse kur një njeri një veten e vet, e pranon mëkatin e vet, përulet. Jo duke bërë vepra dhe gjeste përulësie, që shpeshherë ndonjëherë janë në hipokrizi, por përulet në zemër. Zemra në gjuhën teologjike është qendra e shpirtit. Është union aty. Dhe shpeshherë ky union gënjet me vetkënaqësinë. Po gjatë kohës së kreshmës dalin gjithë problemet, gjithë dobësit, gjithë pasionet tona, atëre kur ne I pranojmë këto, përulemi. Themi o Zot, unë e dija veten sikur jam shenjtëruar, po unë që kam një mëkatar shumë I madh, që ngam një pasionant I neveritshëm, që ngam një pervers. Atëre Zot më fal. Dhe përulesh. Këtë kërkon Zoti. Shikoni çfarë thotë Shënja Angojarti. Perëndia nuk kërkon të pamundurën, që ti të vdesësh nga agjërimi, që ta bësh agjërimin sikur bëra agjërim mbet e pa bukë dhe u shenjtëroi. Jo, por kërkon zemër të përulur. Kreshma është mjet që çon në pendim dhe në përulësi. Çfarë thot Krishti? Mësoni nga mua se jam I butë dhe I përulur në zemër. Në qoftë se ne nuk përulemi në zemër, ne nuk e shikojmë Krishtin, nuk e takojmë Krishtin. Sepse valët e Krishtit që na takon ne janë përulësia. Prandaj, po sa arritëm të përulemi dhe përulja vjen nga pendimi dhe pendimi vjen nga njohja e vetes, atëherë ne s'kemi bërë asgjë. Por si mund të arrijmë këtu? Kjo nuk bëhet në mënyrë magjike. Unë do ta njoh veten tash. Jo, kjo do mjete. Mjeti është kreshma. Prandaj kush e njëron kreshmën nuk e njeh veten e vet, kur nuk pendohet, kur nuk përulet. Prandaj duhet mbajtur kreshma. Është, si thotë dhe Shën Vasili, urdhër I lashtë sa vet parajsa. Pra jo më kot Zoti ja dha njeriu. Edhe kur njeriu nuk kishte mëkatuar asnjëherë, prapë I dha një ligj kreshme. Një vetë përmbajtje. Çdo gjë do vetë përmbajtje. Vetëm tek Zoti nuk ka vetë përmbajtje. Por në çdo gjë tjetër që njeriu e rrethon, si I afërmi, si materia, çdo gjë tjetër duhet vetë përmbajtje. Duhet rregulla, se ndryshe ato të kthehen në të kundërt ose abuzojmë me ato. Shikoni çfarë thotë Shën Maksim Rrëfysi. Pasioni thotë ushqen nga mos përmbajtja. Pra, kur një njeri nuk ka rregull, ai
gjendja e tij kthehet pasionant. Çfarë është pasioni? Se shumë njerëz nuk e dinë çfarë është pasioni. Është një mëkat që të kontrollon. Pra jo një mëkat që ti e ke bërë një herë, po një mëkat që ti vazhdon ta bësh, e di që është gabim dhe ti prapë bën. Si themi ne, është i droguar. Pra ka një ves, ka një pasion, pra të kontrollon. Kështu që duhet të përdorim mjetet për dal nga mëkatet dhe pasionet që fatkeqësisht i kemi edhe të trashëguara nga prindrit, i kemi edhe të fituara nga pakujdesi tona në këtë botë të mëkatit. Prandaj duhet të përdorim mjetet për tu shliruar prej tyre. Dhe duhet pasur kujdes se duhet kreshmojmë mirë, sipas rregullave, sepse kreshmoi dhe fariseu, madje si thuhet kreshmonte 2 herë në javë, por pavarësisht se kreshmonte dhe agjeronte, Zoti i tha që ai nuk u pajtua me Perëndin. Madje Tagrambletsi, i cili nuk kreshmonte asnjëherë, por vetëm se u pendua dhe u përul, Zoti i tha ky u pajtua me Zotin. Ky shkoi në paqe me Perëndin. Që do të thotë që qëllimi i kreshmës dhe agjerimit është ajo që e thash më sipër dhe e theksojmë. Pendim për ulësi. Agjerimi ose kreshmimi sipas etërve të shenjtë nuk është qëllim në vetvete, sepse ka disa të krishterë ose të gjithë na ndodh kjo, që bajnë një kreshëm edhe sipas rregullit kishtar, por nuk e alternojnë kreshmën me gjëra tjera, me lutjen, me pendim rrëfimin, me përdëllimin, me studimin, me agripnin, dhe atëre ata e shikojnë kreshmën thjesht si një qëllim në vetvete, pra si një grevurie, si një dietë ushqimore, dhe çfarë ndodh? Ndodh që ata fillojnë të krenohen. Thonë ja, unë po ri pa ngrënë, unë po ha gjëra pa vaj, unë tash u rregullova, unë bëra një gjë jashtëzakonisht madhe, madje këtë e publikojnë, e bëjnë publike, po çfarë? Ne nuk na bashkojmë me Zotin as e ngrëna, as e pa ngrëna. Ato janë gjëra të trupit. Por dhe kjo fillon ngre amplitudën e krenarisë. Kjo është një kreshëm djallëzore. Prandaj, një kreshëm që është vetëm si dietë ushqimore, është kreshëm djallëzore, sepse djalli pastaj e përdor këtë mënyrë të menduari për tu krenuar. Dhe gjithfundi është që ti ri pa ngrën, ri pa pirë, turturon veten dhe në vend që të pajtohesh me Zotin, ti del i ndar nga Zoti, sekse ke shpirt krenar. Zoti i ri kundër krenarve. Prandaj duhet i bëjmë gjithmonë një test vetes kur kreshmojmë. Mos po na pëlqen vetja, mos po na duket sikur po bëjmë diçka të binjërzore dhe Zoti tani duhet na shpërblej, po patëm këto mendime, dihet se kemi filluar që kreshmat na devijoj. Pra, më mirë lëre kreshmën dhe, si them, më mirë ta lësh kreshmën se sa të vazhdosh në kreshmë të tillë. Që të arrish në të tilla mendime sa të bësh një kreshëm të inspiruar nga djalli. Dhe kjo është kujdesi që duhet kemi. Po le të vazhdojmë flasim edhe për diçka tjetër, shumë e rëndësishme, mënyra se si duhet përdoret kreshma, ose më mirë mënyra se si duhet të kreshmojmë. Patjetër që ka rregulla që ka vendosur Kisha, ato që përmendëm, por kjo nuk mund të bëhet njësoj nga të gjithë besimtarët me moshën që kanë. Pra rregulli për të filluar kreshmimi është mosha 12 vjeçë. Dhe kjo lidhet edhe me një traditë që kishin ebrejt, që në moshën 12 vjeçë ata shkonin në tempull dhe fillonte mosha e të riut, e të rriturit, e të përgjeshmit. Kur Krishti shkon 12 vjeç në tempull dhe i kushton Perëndis sipas rregullave që ishte në atë kohë. Pra mosha 12 vjeç është fillimi për të mbajtur kreshëm të fëmijët dhe nuk duhet neglizhuar. Mos mendoni se janë fëmijë dhe duhet i largoni nga rregulli kreshmor. Jo, në moshën 12 vjeçë të filloj rregulli kreshmor edhe për fëmijët. Është shëndet për ata. Një nga problemi që ka sot fëmijët është ushqimi i tepërt, obeziteti.
Prandaj, rregulli kreshmor i ndihmon dhe për shëndetin, por mbi gjitha fëmijët të mësojnë me mos ose të mësojnë me disiplinë. Patjetër që nuk kreshmojnë dhe njerëzit të cilët kanë disa arsye, gratë shtatzane nuk kreshmojnë, gratë që japin gjithë fëmijë nuk kreshmojnë, njerëzit që merren me punë të rënda fizike, njerëzit të cilët bëjnë udhëtime shumë të gjata, por këto sot janë çik të tejkaluara sepse udhëtimet sot nuk janë më përpara siç bëshin në këmbë, po sot bëhen me makina, me avione, por patjetër që në raste të tilla nuk duhet përqendrohemi tek vetja jonë, por duhet konsultohemi me atin rrëfyes, duke i treguar problematikat që kemi dhe ati rrëfyes na jep mënyrën se si duhet kreshmojmë. Dhe diçka tjetër, edhe mosha e madhe, por kjo nuk duhet të jetë një spekullim sepse mosha e madhe nuk duhet konsumoj shumë ushqim për shkak se dhe trupi nuk konsumon, por kur ka ilaçe, kur ka një sëmundje, gjithmonë si thash duhet të konsultohet me atin rrëfyes. Sepse ligji i kreshmës vërtet është një rregull, por nuk është një rregull për të shkatruar, është rregull për ndërtuar. Shikoni çfarë thot Shën Johan Gearti, mos e prish shëndetin për të ruajtur rregullin, sepse Zoti do mëshirë, jo shkatërim. Por duhet dini se kisha ka dhe kanone për ata të cilët nuk e mbajnë kreshmën. Ata që nuk e mbajnë kreshmën, klerik ose laik, të cilët janë të shëndetshëm. Ata kur është klerik përjashtohet dhe kur është laik aforizohet. Pra ka rregulla kisha, sepse tham që kreshma është si them dhënë nga Krishti, apostujt pa është rregull kishtar, brenda kanoneve kishtare, brenda traditës kishtare. Shën Nikolimi Malishen thekson se kanonet janë ilaçe, jo hakmarrje. Do me thënë, jepen për ata njerëz të cilët duan të tronditen çik më tepër për të bërë atë që duhet. Prandaj edhe kanonet e kishtare dhe në lidhje me kreshmën janë të domosdoshme për ata që mendojnë se kreshma është thjeshtë dëshirë, e bëj se bëj. Jo, është detyrim. Qofse je i krishterë dhe je pjesë e kishës, duhet të kreshmos. Sidomos të kreshmos kur kreshmon kisha. Gjithë kisha kreshmon. S'mund dalësh ti jashtë kishës. Ti nuk je në një kishë tjetër. Nëse je pjesë e kishës ortodokse, do kreshmosh bashkë me gjithë kishën ortodokse në këtë periudhë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kemi shumë gjëra për thënë, por patjetër që nuk na lejon dhe koha, por kreshma duhet të alternohet. Do t'i themi edhe ca gjëra që nuk do të mbetet vetëm nga ushqimi, por është një kreshëm shpirtërore, siç thotë Shën Johan Gearti, nëse agjiron me gojë, por nuk lutet me zemër, çfarë fitove? Kreshma duhet të ndalosh ushqimet që t'i japësh kohë lutjes. Pra, do me thënë, mos agjo shumë kohën për të gatuar, gato thjesht, po fito kohën për të lutur tek Perëndia. Duhet thënë shpeshherë lutja, sidomos lutja Zoti Jezu Krisht biri i Perëndis mëshiro mëkatarin, ose për mbi shenjtë yllin se shpëtona, që janë lutje të shpejta, që i themi gjatë gjithë kohës, por sidomos gjatë kohës së kreshmës, por kemi edhe lutje të tjera, lutjen e Shën Isak Siranin, Zot dhe mjeshtër e jetës sime, mos më jep frymë përtese, kureshte, lavdidashje, kotësie, po fal frymë urtësie, porurësie, durimi dhe dashurie. Vlerëso mo Zot dhe mbret, shikoj fajt e mia, mos e gjykoj ti vëlla. Është një lutje që e themi shpeshherë gjatë kohës së kreshmës, por përveç saj gjatë kohës së kreshmës përdorim metanit, që është për ulja e trupit, leximi shpirtëror, shtohet leximi edhe në shërbesat kishtare, por dhe në atë lutjen tonë ose kohën tonë private me Zotin, por gjithmonë gjatë kësaj periudhe duhet të lëm një takim me atin rrëfyes për të kryer misionin e pendim rrëfimin. Kjo është periudha më e mirë e vitit që ti bësh një ekzaminim vetes dhe të rrëfesh mëkatet. Te ati rrëfyes. Kemi shumë për thënë, por mendoj ta mbyllim me disa mendime të etërve që kanë folur për kreshmën. Shën Johan Gearti thotë, mos thuaj se agjeron, duke mos ngrënë mish, më trego
se je ndaluar nga mëkati. Shën Vasili Ma thot, agjërimi i vërtet është largimi nga e keqja. Pra shikoni se si këmbgulin shenjtorët, nuk është kreshma qëllim në vetvete, po mjet. Shën Isak Siriani thot, agjërimi është arma që Zoti u dha njerëzve kundër demonëve, sepse Krishti tha, ky demon largohet vetëm me lutje dhe agjërim. Dhe shumë pra etër të tjerë na thonë dhe na flasin për kreshmën, por kreshma patjetër që duhet të shoqërohet dhe me përdëllim ndaj tjerëve. Shën Johan Gojarti thot, nëse nuk e ndan bukën me të varfrit, agjërimi yt është i pavlefshëm. Dhe mbi të gjitha, kreshma nuk është një grevurie, nuk është një nga periudhat më të zishme dhe më të vështira të vitit liturgjikal, është pranverë shpirtërore, sepse na përgatit për të hyrë në takim me Zotin. Pra, le t'i kemi në mendje gjithë këto çfarë thon etrit e kishës, për ta filluar kreshmën me kuptim, me qëllim, dhe që ky agjërim dhe ky kreshmim tjetë i pranueshëm dhe i pëlqyeshëm nga Zoti dhe të bëhet mjet që të njohim veten, të pendojmë për mëkatet tona, të përulemi, të pastrohemi, të shenjtërohemi, që të bashkohemi me Zotin në javën e pësimeve, që kulmon me kryqëzimin e tij dhe të bashkëngjallemi me të përpashk. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të urojmë njëri tjetrin kur të nisi kreshma, kreshëm të lehta dhe na gjej pashka të gëzuar. Amin. Laude